Kur u mendua që erdhi pranvera pa patur një dimër të vërtet, ky i fundit duket se është rikthyer si për të treguar se nuk është larguar ende. Rreshtet e Doborës kanë përfshirë thuajse të gjithë juglindjen e vendit dhe veriun, duke sjellë temperatura me të vërtet dimërore që në zonat malore kanë shënuar deri në -7 gradë Celsius. Në të gjithë qytetet e juglindjes ka patur rreshte dëbore gjatë natës, ndërsa në lartësitë mbi 1000 metra, tërësia e dëborës ka arritur deri në 10 cm. Për momentin nuk raportohen problematika me qarkullimin rrugor, ndërsa grupet e transmetimit të energjisë elektrike janë në gatishmëri, pasi në disa fshatra të thellë malor të juglindjes, si në Mokër dhe Moglic, ka patur ndërprerje të furnizimit me energji elektrike. Rreshtet të konsiderueshme dëbore ka patur edhe në veri të vendit. Në Thethë dhe Bog, rreshtet gjatë natës kanë qenë me intensitet, por shtabet e emergjencave nuk raportojnë për rrugë të bllokuara. Temperaturat e ulta kanë krijuar shtresa akulli në rrugët rurale dhe për këtë arsye apelohet për kujdes të drejtuesve të mjeteve, të cilët duhet të jenë të pajisur me goma dimërore dhe zinxhir. Edhe në veri ka patur probleme me furnizimin me energji elektrike në disa fshatra të thellë malor.